Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderojmë, salavatët tona i dërguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij, mësimet dhe udhëzimet e tij, deri në frymarrjen e fundit, deri në plotësimin e amanetit, deri në kryerjen e misionit për të cilin kemi ardhur në këtë botë. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që na jap sukses dhe bereqet, të na mundsoj ta themi ata e cila është e dobishme, ta përkujtojmë ata e cila na nevojitet, dhe zbashku, ne dhe ju, shikues të dashur dhe të nderuar, të jemi përfitues të mësimeve të Zotit. Mësime të cilat Allahu subhanahu wa taala me rahmetin dhe mëshirën e tij i bëri që të jenë dritë, përmes cilës besimtarët e largojnë errësirën, të jenë udhërëfyes përmes cilave besimtari e nje, e gjen dhe e trason rrugën e shpëtimit. Këto mësime, pa të cilat nuk do të paramendohej jeta jonë. Si do të jetonim? Si do ta kuptonim qëllimin e ardhjes tonë këtë botë? Çfarë kuptimi do të kishte jeta? Si do t'i kalonim ditët? Si do të zgjoheshim në mëngjes dhe me çfarë vullneti do ta pritnim mbrëmjen? E me çfarë vullneti do ta pritnim ditën e nesërme? Si do të reagonim ndaj tjerëve? Cili do të ishte koncepti jon për pasurinë, për pozitën, për gajlet, për dertët, po edhe për të mirat cilat i arritim? Në qoftë se të tëra këto nuk i kuptojmë në dritën e mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj sa madhështore janë këto mësime dhe sa i privilegjuar duhet të ndihet secili besimtar që Allahu subhanahu wa taala ja ka mundësu dhe ja ka lehtësu atij njohjen dhe marrjen e këtyre informacioneve. Burimi të cilave është Kur'ani, burimi të cilave është vetë praktika dhe jeta Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj gjenerat pas gjeneratat të trashëguar e të jetësuara nga njerëzit të cilët lanë modelet më të mira si trashëgimi për të na sfiduar e për të na hap mundësinë e garimit se cili prej neve është më vepër mirë. Sepse gara ju në realen këtë botë është pikërisht kjo. Allahu Jalla Shanuhu thot huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është ai, për Allahu subhanahu wa taala, i cili krijoi për juve vdekjen dhe jetën. Sigurisht se në këtë formulim ka mësime dhe urtësi. Allahu Jalla Shanuhu po na mëson dhe po na tregon se fillimisht për neve ishte vdekja, para se të jemi këta që jemi. E pastaj jeta e tëra kjo jo rastësisht, dhe jo që të bëjmë gara për diçka cilin kemi me elan prapa, jo që të bëjmë gara për diçka nga e cila nuk do të përfitojmë, por gara jo në reale është ejukum ahsanu amala, kush prej neve po bën punë më të mira. Kush po i nënshtrohet Zotit më shumë? Kush po është më i dobishëm për të tjerët? Kush po ruan veten e tij? Kush nuk po njëllos veten e tij? Kush po është më i dobishëm për të tjerët? E kështu me radhë. Andaj në garën tonë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe për të lënë gjurmët prapa vetes tonë, sigurisht se na duhen shumë dije, na duhet shumë furnizim, na duhet shumë vetë kontroll, na duhet ndalje në stacione të ndryshme për të bë llogari e për të pa veten tonë sa kemi ecur, ku kemi ngecur,
çfarë duhet të shtojmë e çfarë duhet të largojmë nga vetja e jonë. Dhe kur jemi tek ky lloj permisimi dhe këtë lloj ndaljesh të cilat duhet t'i bëjmë, sigurisht se ne vazhdojmë në këto takime tona të përbashkëta, pranë këtij ekrani të bereqetshëm, që të paraqesim ndalesat tona në rrugtimin ton të përmirësimit. E ne nga e para po e përsërisim se jemi duke u furnizuar me dituri, pra na ka mësuar Islami. E pastaj në ato stacionet të mësimit të Islamit, sigurisht se ne po ndalemi në ato të cilat janë të domosdoshme si stacionet të ndaljes. E ne edhe sonte do të vazhdojmë me një lloj ndalje të tillë. Në rrugtimin ton të përmirësimit, ndoshta është e nevojshme që sonte të ndalemi së bashku në një pikë e cila është tregues i gjendjes tonë të brendshme. Sepse po vazhdojmë të flasim për atë e cila është më e rëndësishme për neve, e që është zemra. Dhe po vazhdojmë të shfaqim disa tregues të gjendjes së zemrave tona, për të kuptuar dhe pastaj për ta përmirësuar këtë zemër, tek e cila Allahu Gjellëshanuhu e ka shikimin e tij, tek e cila Allahu Gjellëshanuhu e ka vlerësimin e tij për neve, tek e cila ose mbi të cilën është edhe e ardhmja e secilit prej neve. Nga se nga gjendje e zemrave tona varet edhe rrugtimi jon, varet edhe pozita jon te Allahu subhanahu wa taala, por do të varet edhe nesër gjykimi jon para Zotit fuqiplot. E nga treguesit e mëdhej që tregojnë gjendjen e zemrave tona, është edhe një gjendje e cila shfaqet në të jashtmen tonë. Dhe sigurisht se kur po flasim për gjendjen e zemrës dhe po flasim për ndikimin e saj ose shfaqjen e jashtme të saj, mendoj se është testi më real i secilit prej neve me e kuptuar se cila është gjendja e zemrës. Sepse në pretendimet tona dhe shpesh herë në thirrjet tona të caktuara për veten tonë, në vlerësimin që ja bëjmë vetes tonë, në pretendimet cilat i kemi për veten tonë, këto lloj testesh dhe ndalesash janë ato të cilat e shfaqin realisht ata të cilën e kemi në brendësinë tonë. Andaj është një gjendje e cila është tregues i zemrave tona. Kjo gjendje na nevojitet pothuajse në çdo moment të jetës tonë, në raport me ata të cilët jetojmë, në raport me rrethin dhe ambientin, madje edhe në raport me ambientin e pashpirt, nëse mund ta llogarisim të tillë në raport me aspektin njerëzor, i cili mund të jetë i gjallë, dhe në raport me kafshët, madje edhe në raport me bimet, edhe në raport me ambientin, edhe në raport me rrethin ku jetojmë. E tëra kjo mund të kthehet tek një gjendje e cila buron nga zemra, e ajo është mëshira. Mëshira është gjuha e zemrës. Nuk ka nevojë askujt të themi se çka kemi në brendësinë tonë. Nuk ka nevojë askujt të përpjekemi të ja ndryshojmë mendimin dhe qëndrimin e tij për zemrën tonë. Madje edhe veten tonë nuk kemi nevojë që ta gënjejmë. E as nuk kemi nevojë që të jemi në, po themi, në brengën se si është gjendja jonë. Mjafton t'ja hedhim një shikim veprimeve tona, sjelljeve tona, fjalëve tona, reagimeve tona për ta kuptuar cila është gjendja e zemrave tona. Andaj mëshira është gjuha e zemrës, me të cilën besimtari komunikon në të jashtmen e tij. Shpreh ata e cila është në brendësinë e tij. Andaj Allahu subhanahu wa taala, nga emrat e tij më të mëdhej, cilën Allahu xhallashanuhu e ka emërtuar veten e tij, është pikërisht me mëshirë. Madje në lloje të ndryshme të mëshirës së tij, e madje në secilin fillim të surës ne themi Bismillahirrahmanirrahim.
në emrin e Allahut, në emrin e Zotit i cili është i mëshirshëm, Zotit i cili është i gjithë mëshirshëm. Duke u nis nga kjo, dhe duke ditë se Allahu subhanahu wa taala me çfarë mëshire i trajton robët e tij, me çfarë mëshire i trajton krijesat e tij, Allahu subhanahu wa taala ka nda dhe ka bërë si një lloj obligimi për robët e tij mëshiren. Në mëshira në Islam nuk kuptohet si një diçka e cila është zbukuruese, e cila i ashton jeshin besimtarit. Jo. Mëshira është domosdoshmëri e jetës së besimtarit. Mëshira është domosdoshmëri, madje është edhe urdhër i Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla shanuhu madje i jep urdhën pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë atij waqfid janahaka lilmu'minin. Shtri krahët tu, pra të mëshirës, të thjeshtësisë, të butësisë para besimtarëve të Allahut subhanahu wa taala. E pastaj, përveç se Allahu subhanahu wa taala ka bërë urdhën, na tregon se qelsi i suksesit të vetë thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte pikërisht ndërtuar mbi mëshirë, e cila ventet si rezultat i zemrës së pastër që kishte Muhamedi alayhi salam. Dhe ne dim se nuk ka pas asnjëherë në tokën cilën po jetojmë, nga njeriu i parë dhe deri tek njeriu i fundit, nuk ka pas dhe nuk do të ketë njeri me zemrën më të pastër se Muhamedi alayhi salam. Nuk ka pas dhe nuk do të ketë njeri me zemër më të kompletuar se Muhamedi alayhi salam. E tash, kur flasim për zemrën e Muhamedit alayhi salam, pejgamberit Allahut subhanahu wa taala, treguesi i kësaj mëshire, treguesi i kësaj zemre, është mëshira të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte. E madje, qelsi i suksesit të thirrjes së tij, pra Muhamedit alayhi salam, ishte pikërisht i bazuar në mëshirën e tij ndaj shokëve të tij, ndaj sahabëve të tij, e madje edhe ndaj armiqve të tij dhe atyre të cilët e luftuan dhe e kundërshtuan Muhamedit alayhi salam. Ajeti që ne kemi para vetes, i cili bën një përshkrim të qelësit të suksesit të pejgamberit alayhi salam, është ajet cilin duhet ta meditojmë, duhet ta mendojmë dhe duhet të nxjerrim mësime të mëdha prej tij. Sepse shpesh herë ne bazohemi në ata të cilën e flasim dhe e themi, duke harruar metodologjinë dhe metodën se si e përcjellim ata tek njerëzit. Duke u mjaftu se ne e themi të vërtetën. Dhe duke harru se pasaj edhe kjo e vërtetë cilën ne e bartim, dhe jemi të sigurt në të, megjithatë ka dhe një kusht për të arritur deri tek zemrat tjera. E ajo është butësia dhe mëshira, metodologjia e përcjelljes së këtij amaneti dhe kësaj të vërtete. Andaj Allahu subhanahu wa taala i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot atij: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum." Me rahmetin e Allahut, me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, ti u bëri but ndaj tyre, ti ishi mëshirshëm ndaj tyre, ti u sjelle but me ta. Pra ishte mëshira ajo e cila të karakterizoi në raport me ata të cilët ti u abarte këto mësime. Law kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Nëse ti do të ishe i vrasht, nëse thirrja jote nuk do të përcjellej, nuk do të hieshohej, nuk do të zbukurohej, nuk do të shoqërohej me mëshirën tënde ndaj tyre, por do të ishte në vend të mëshirës vrasësia, Allahu subhanahu wa taala po i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam se bartja e të vërtetës nuk do të jepte sukses dhe rezultat a priori.
Nëse për pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili është bartësi i të vërtetës absolute, Allahu xhalla shanuhu ja ka kurzuar që të jetë i mëshirshëm në përcjelljen e këtij amaneti tek të tjerat, çfarë mund thot dikush tjetër pas Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj është për çudi, është për keqardhje. Nuk mund ta kuptojmë kurrë. Do të mbetet një nga enigmat më të mëdha, një nga çuditë më të mëdha, dhe njëkohësisht një nga të pavërtetat më të mëdha. Si ka mundësi Islamit mjan vesh mungesën e mëshirës? Çush ka mundësi dikush i cili ka njohurit më themelore, njohurit më elementare, s'po flasim për ata cilët e njohin Islamin në parime dhe në bartjen e këtij Islami gjatë historisë, por po flasim për ata cilët e kanë njohurit më themelore. Si ka mundësi dikush bartës i Islamit ta zhvesh veten e tij nga mëshira? Dhe si ka mundësi dikush jashtë Islamit me e gjyku Islamin për mungesën e mëshirës? Është e pamundur. Është e pamundur. Domethënë, rezultati i vetëm i kësaj është ose i qëllimshëm ose me mungesën e njohurive dhe mungesën e dijes që në kanë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam në shumë hadithe na mëson dhe na tregon se mëshira është shenjë e imanit në zemrën e besimtarit. Pra po flasim për një diçka e cila është shumë madhore dhe njëkohësisht për ne si besimtar është domosdoshme, sepse nuk kuptohet ndryshe. Pra nuk ka mundësi me u pretendu pastërtia e zemrës në të cilën zëvend imani në mungesë të mëshirës. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, men la yarham la yurham. Ai i cili nuk mëshiron, ai nuk do të mëshirohet. Pra prezenca e imanit në zemrën e njeriu jo domosdoshmërisht e tërheq edhe mëshirën e Zotit për ta. Pra çfarë do të më bë? Jo këtë iman dhe këtë besim të cilin e kemi në zemrat tona, duhet ta shoqërojmë domosdoshmërisht me mëshirën tonë ndaj të tjerëve, nëse dëshirojmë të tërheq mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Në çështja shumë madhore, çështja shumë e madhe, këtë tematikë dhe kjo temë nuk është temë, po themi, që kalon në grumbullin e atyre temave, po u kënaqem valla duke ndëgju. Jo, përveç kënaqësisë së ndëgjimit, është një lloj goditje për të na zgjuar nga gafleti dhe nga shkujdesja dhe për ta pa veten tonë. Kushdo që nuk mëshiron të tjerët, e ka humbur të drejtën e marrjes dhe e zbritjes së mëshirës nga Allahu subhanahu wa taala, për ta. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam thot ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ata të cilët janë të mëshirshëm, ata i mëshiron ai i cili është burimi i mëshirës, Allahu subhanahu wa taala. Pra ata të cilët imanin e tyne, besimin e tyne, në nështrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, begatin e fesë, begatin e udhëzimit, begatin e namazit, begatin e zakatit, begatin e azjerimit, begatin e pasimit e Muhamedit alayhis salam, madje në këtë rast begatin e pasimit të sunetit të pejgamberit alayhis salatu wasalam, e shoqërojnë me mëshirë në vetveten e tyne, në praktikimin e saj dhe në përcjelljen e këtij amaneti tek të tjerët. Sa e dhimbshme është ndonjëherë kur ne shohim madje edhe pretendues të pasimit të sunetit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa gjuhët e tyre i kanë zjarr, gjuhët e tyre i kanë shpata ndaj nderit muslimanëve, ndaj nderit besimtarëve, po flasim për të tjerë pastaj. Në gjykimin e tyre, në vendimet e tyre, në fyrjet e tyre, në sharjet e tyre, në goditjet e tyre, me çfarë mund të arsytojnë imanin e tyre, besimin e tyre, aq më pak, pasimin e njeriut, i cili është simbol i mëshirës dhe i shoqërimit të thirrjes së tij, të shpalljes së tij, të përcjelljes së këtij amaneti me mëshirën të cilën e shoqëroi
në përcjelljen e amanetit Allahut subhanahu wa taala. Andaj Ar-Rahimun yerhamuhumur Rahman. Pra këto dy hadithe janë hadithe të cilat na tregojnë se çështja e mëshirës nuk është çështje luksi. Çështja e mëshirës nuk është çështje nafile. Çështja e mëshirës nuk është çështje e cila kalon në nga ato praktika ose mësime të cilat po që e prezant mirë, po nuk që e prezant nuk prish punë dhe nuk është se prek në bazat e lidhshmërisë tonë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj çështja e mëshirës, pra është ajo e cila prek direkt në lidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala dhe është direkt tregues i gjendjes së zemrave tona. Sigurisht se si shfaqet kjo dhe me çka duhet shoqërohet, do të shohim pas një pauze të shkurtër. Shikues të dashur, kthehemi në pjesën e dytë të trajtimit ton se mëshira është gjuha e zemrës, përmes cilës zemra komunikon me të tjerët dhe njëkohësisht komunikon me Zotin e vet. Shpesh herë njerëzit nuk arrin të kuptojnë se cila duhet të jetë gjuha e zemrës. Dhe realisht para se të jetë gjuha e zemrës, cila duhet të jetë gjendja e zemrës. Dhe në dëshirat e njerëzve që të paraqitin personalitetet të fuqishme, që të paraqiten njerëz që kanë parime, paraqiten njerëz që nuk lëshojnë pa, njerëz që dojnë me tregu burrinë e tyre, dojnë me tregu këmbgulsinë e tyre, qëndrueshmërinë e tyre, mosthyrjen e tyre, këtë e shoqërojnë pikërisht me të kundërtën asaj që duhet jetë në zemrat e tyre. Këtë e shoqërojnë me vrarësi, në pretendimet e tyre për zemrën e tyre të burrëlisë dhe burrinë e tyre në tërësi. Pa asnjë dilemë, ky është njëri nga keqkuptimet më të mëdha që dikush mund ta ngatrojë në raport me gjendjen e zemrës së tij dhe ata se si duhet të reagojë kjo zemër dhe cila është gjuha me të cilën kjo zemër komunikon në të jashtmen e tij. Zemra e fortë, zemra e fuqishme, zemra parimore, zemra e cila nuk lëshon pa, zemra e cila nuk kthehet, nuk është zemër e vrashtë, nuk është zemër e ashpër, nuk është zemër fyse, nuk është zemër shpifse, pra gjuha e saj nuk komunikon e tillë, përkundrazi. Zemra e fortë, zemra e lidhur me Allahun, zemra e cila është stabile, zemra e cila është e pastër, po zemra e cila ka personalitet, pra bart, a njeri bart me personalitet fuqishëm, është ajo zemra e cila e kontrollon zemrimin. Jo nxitja ose cytja më e vogël me e nxirr nga originaliteti i vet. Zemra e tillë është zemra e cila fal gabimet, sepse jemi njerëz, sepse gabojmë, sepse nuk ka njeri i cili nuk ka nevojë në një moment të caktuar të jetës së tij pa kërku falje. Por zemra e tillë është edhe kërkimfalse. Zemra e tij është, pra kjo zemër, po flasim për zemrën e fortë, për zemrën e guximshme, për zemrën stabile e kështu me radhë. Fal gabimet. Zemra e tillë është zemra e cila ndjen dhimbje për të tjerët. Nuk është zemër e ngurtë, nuk është zemër e pandjenja, nuk është zemër madje edhe ndaj atyre të cilët ju flet, edhe ndaj atyre të cilët e kundërshtojnë, edhe ndaj atyre të cilët ndoshta reagimet e tyre përballë tij kanë qenë jo të duhura. Zemra ndjen dhimbje për ta. Kjo zemër nuk gëzohet me fatkeqësinë e tjerëve. Ndë çdo kush që e mendon zemrën e tillë pa këto elemente përbërëse për zemër e fortë, le ta kupton se e ka humb busollën e tij të kuptimit të realitetit të zemrës çfarë duhet të ketë besimtari. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, shembulli i besimtarëve në mëshirën e tyre, në afërsinë e tyre, në raportet të cilat ata i kanë, ka thënë pejgamberi sa është sikur në shembulli i jasadun wahid, shembulli i një njeri i cili ose i një trupit vetëm.
A ka mundësi në qoftë se trupi i njeriut, pra trupi jonë, një pjesë e trupit ndin dhimbje, a ka mundësi pjesët e tjera të trupit të jenë komod edhe të qeta edhe të vazhdojnë jetën e tyre normal? Po s'ka mundësi. Ne e dim dhe këtë e themi me lehtësinë më të madhe. Një pjesë sado e vogël e trupit tonë me ndi dhimbje. A mund ta bësh gjumin gjumë? A mund ta shijosh ushqimin? A mund të kënaqesh? Jo. Mirë, atër pejgamberi po thotë shembulli i besimtarëve është i tillë ku një pjesë në qoftë se ankohet, pjesa tjetër nuk rrin me komoditet. Pjesa tjetër ndin mëshirë, ndin dhimbje, ndin afërsi për ta. Apo ndoshta realiteti cilën po jetojmë na ka bërë shpesh herë me i harru këto ndjenja dhe këto përjetime. Andaj Allahu subhanahu wa taala për të na sjellë shembullin më të mirë për neve, dhe për ta treguar se kanë duhet ta pasojmë, kanë duhet ta kemi model. Allahu xhalla shanuhu na tregon se ai i cilin të cilin Allahu xhalla shanuhu e dërgoi pejgamber, e dërgoi thirrës, e dërgoi udhëzues për ne, e dërgoi mësues për ne, ai nga veçoritë më të mëdha me cilat Allahu po e lavdron dhe po e përmend dhe po e vlerëson pejgamberin alayhis salatu wassalam, ishte pikërisht mëshira. Andaj Allahu subhanahu wa taala tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ty o Muhammed nuk të kemi dërguar për diçka tjetër ose me diçka tjetër përveç se mëshirë. Madje të qenurit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mëshirë nuk është e kufizuar vetëm me të afërmit e tij. Nuk është e kufizuar vetëm me ata që i besuan. Nuk është e kufizuar vetëm me racën njerëzore. Rahmatan lil alamin. Mëshirë për të gjitha botrave. Edhe për njerëzit, edhe për kafshët, madje edhe për bimët. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte mëshirë. Mësimet dhe udhëzimet e tij po të ishin praktikuese tek njerëzit, betohna në Zotin e botrave, se shumë vujtje, dhe shumë ankime, dhe shumë lot, dhe shumë zemra, nuk do t'i përjetonin të gjitha këto. Krejt ajo që sot bota e vuan dhe e përjeton, nga luftat, nga tmerrat, nga vrasjet, nga mungesa ushqimit, nga udhëheqësit dhe udhëhecit tiran dhe zullumqar, nga padrejtësitë e mëdha që ndodhin, e deri tek problemet e ngrohjes globale. Problemet e natyrës që na rrethon nuk kanë ardhur për diçka tjetër përveç si mungesë e mëshirës për cilën Muhamedi alayhis salam na mësoi. Nga se kjo mëshirë fillon nga njohja e krijuesit, pra nga tauhidi, nga njëshmëria Allahut subhanahu wa taala, që është kulmi i drejtësisë që vendoset në këtë botë. Andaj zullumi më i madh që bëhet në këtë botë është shirku. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Inna shirka la dhulmun adhim." Shirku është padrejtësia më e madhe. Shirku është zullumi më i madh. E pastaj nën këtë shirk futen të gjitha ato padrejtësi dhe gjunahe dhe keq menaxhime të asaj që njihen si resurse të njerëzore dhe resurse të pasurisë dhe të mira dhe begative, e të gjitha kanë ardhur vetëm si rezultat i mëshirës, ku çdo kush që ju është dhënë mundësia nuk e ka pas parasysh mëshirën ndaj tjetrit. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte ai i cili para se të na mësonte se si duhet të sillet njeriu me mëshirën e tij dhe si duhet të jetë reagimi i tij me mëshirën e tij, ishte ai i cili e jetësoi mëshirën më shumë se çdo kush tjetër. Ai ishte i mëshirshëm me fëmijët, ai ishte i mëshirshëm me të varfrit, ai ishte i mëshirshëm me ata që kishin nevojë, ai ishte i mëshirshëm me të dobët, ai ishte i mëshirshëm madje edhe me armiqtë e tij, edhe me ata të cilët në momente të caktuara pra planifikuan dhe organizuan edhe mbytjen edhe vrasjen e tij. Edhe me ta pejgamberi alaihi usil me mëshirë,
Andaj, a nuk ishte pejgamberi alayhi salatu wasallam ai i cili edhe namazin e nguti për shkak të një fëmije kur ndëgjoi tu kajta? A nuk ishte pejgamberi alayhi salam ai i cili nuk e rëndoi umetin e tij me asgjë përveç asaj e cila është e domosdoshme? Andaj jorrall herë tha leula an ashqa ala ummeti, mos më friksu se po arëndoj umetit tim. Ishte pejgamberi Allahut, mund të jepte çfarë të doj umetit. Por tha, po të mos ishte frika se po i rëndoj ata, pra nga mëshira. A nuk ishte pejgamberi alayhi salatu wasallam ai i cili e trajtoi me mëshirë madje një njeri i cili erdhe urinoi në xhami? A nuk ishte pejgamberi alayhi salatu wasallam ai i cili e trajtoi me mëshirë madje njeriu i cili kur u zgjua pejgamberi alayhi sallam nga xhumi në një nga udhëtimet e tij, te koka e tij ishte një njeri me shpatë dhe i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, kush të mbron dha pe meje? Pejgamberi sa ai i cili madje përveç se ishte njeriu më i mëshirshëm, këtë mëshirë nuk e bante nga frika, këtë mëshirë nuk e bante nga pamundësia. Thot Allahu, ai përsëri e vazhdoi, kush të mbron tha nga unë, thot Allahu, dhe filloi të drije dhe i ra shpata në tokë. E mur pejgamberi sa shpatën, e i tha, e ty tash kush të mbron? E ty kush të mbron? E padyshim pejgamberi sa e trajtoi me mëshirë dhe nuk u hakmar ndaj tij. A nuk ishte pejgamberi sa ai i cili në moment caktuar, jo për njerëzit, jo për të afërmit, por madje edhe për kafsht, edhe për shpend. Pejgamberi i gjet një ditë sahabët duke ku e kishin gjetë një zog të vogël, e i cili ishte i friksuar në duart e sahabeve. Pejgamberi u shqetësu, pejgamberi u bë nervoz, edhe i tha atyre, kush e ka largu këtë zog të vogël nga nëna e vet? Pra ktheni shpejt në strofullën e vet. O njerëz, o vëllezër, o motra, o ummet, o ju cilët ndëgjoni, mos u mundoni me i vendos të gjitha këto mësime dhe madhështinë e këtij njeriu në harres, sepse e keni të pamundur. E nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam është shqetësuar dhe është nervozu për shkak të një zogu në gjendjen cilën ai e pa, çfarë mund të thotë dikush i cili ndan prind me fëmijën e tij, fëmijën me prindët e tij, i ndan burrin me gru, i ndan gruan me burr, e pastaj i ndan popujt njëri me tjetrin, qofshin ata me burgosjet pa drejta, qofshin ata me vrasje e me mbytje, ato të cilën sot e shohim fatkeqësisht në për dynjë dhe në për botë, e pastaj këta të njëjtit thirrën në vlera. Për çfarë vlerash po flitet? Për çfarë vlerash? E s'po flasim ku pejgamberi sa madje edhe në gjendje të luftës, sahabët i urdhënte që në vendet të caktuara kur shkojnë ata të sillen me mëshirë, e i thonte që të mos prenin dront, që të mos djegin tokën, që të mos mysin kafsht. E madje edhe në adhurimin më të madh, e që është adhurimi i kurbanit. Pejgamberi sa na mësoi se si duhet therrët kurbani me mëshirë, ku na tha duhet të mprehet thika, mjeti cilën e pren kafshën, e pastaj të mos therrët, pra nga edukatat, mos therrët në syt e kafshëve tjera, e të fshehet thika, pra mjeti me cilën therrët kafsha, të fshehet derisa të vihet te kafsha, që ajo të mos friksohet. Kjo është mëshira për cilën Allahu subhanahu wa taala tha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ti o Muhammed nuk të kemi dërgu përveç se mëshirë, madje për të gjitha botrat. Allahu në falendrojmë që Allahu na ka bë ummet i tij. Allahu na mundsoft që ti përcjellim këto të vërtetat të cilat sado që mbesin në kujtesën e harresës qëllimshme nga dikush, nuk kanë mundësi me mbet. Nuk kanë mundësi me mbet, sepse këto kanë mbet si pishtar ndriques, orientues, drejtues, simbol i papërsëritshëm për njerëzimin, sepse e ka dërgu ai i cili Allahu subhanahu wa taala tha është mëshirë për njerëzit. Andaj mëshira është fryt i zemrës së pastër, sepse nuk kishte njeri me zemrën më të pastër
sësa Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj çdo kush që në veprimet e tij i ka të kundërtën e asaj që u fal deri më tani, sigurisht se duhet ta kthej kontrollin e tij tek zemra. Andaj dietarët pastaj kanë thënë fjalë të shumta dhe kanë bërë definime të shumta të kësaj zemre dhe fryteve të saj me mëshirë. Thotë Ibn Qayyimi, zemra e mbushur me mëshirë është zemër më afër Allahut subhanahu wa taala se sa ajo e cila nuk është e mbushur me mëshirën ndaj Zotit fuqiplot. Ndërsa Hasan al-Basriu thotë, mëshira ndaj njerëzve është shaj e butësisë së zemrës, ndërsa ashpërsia është shaj e fortësisë së zemrës së njeriu. Mëshira është rruga drejt faljes Allahut subhanahu wa taala. Pra, përveç të mira dhe negative të cilat u përmenden domosdoshmërisë së kësaj mëshira është rruga drejt faljes ose tërheqjes së faljes nga Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na tregon se shembujt nga historia dhe nga e kaluara se një njeri e fitoi faljen nga Allahu subhanahu wa taala për shkak të një mëshire të treguar në një moment të caktuar, ku në momentin që ai e ka bërë këtë punë, ndoshta as në imagjinatat e tij më optimiste nuk ka mund me e paramendu shpërblimin dhe gjurmën e kësaj pune. Ajo është hadith që transmeton Buhari dhe Muslimi, ku pejgamberi sa na tregon se Allahu e ka falë një njeri për shkak se një qen ishte i etur e ai zbret në pus, e mbush të mathurën e tij dhe hip sipër dhe ja ofron këtij qeni. Pejgamberi sa më thot, ky veprim, kjo mëshirë, e cila let ka mund të tejkalohet, let ka mund të arsyetohet, let ka mund të shpërfillet gjendje e këtij qeni, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, këtë njeri Allahu xhalla shanuhu e fal. Pra ja fal gjunahet për shkak se zemra e tij tregon mëshirë, zemra e tij tregon dhëmshuri, dhe këtë mëshirë dhe dhëmshuri e përkthen në veprim konkret. Andaj zemra e cila ka mëshirë nuk mund të rri indiferent ndaj veprimit, ndaj shfaqjes së kësaj mëshire ndaj të tjerëve, në qoftë se ky njeri e ka shpreh mëshirën e tij ndaj këtij qeni. Sa kemi nevojë ne sot që ta shprehim mëshirën tonë për të afërmit tonë. Nëse të kemi nevojë të madhe që ta shprehim mëshirën tonë për prindërit tanë të vjetër, ta shprehim mëshirën tonë për edukimin e fëmijëve, largimin e tyre nga punët e këqija, largimin e tyre nga vendet ku janë duke e humb jo vetëm imanin dhe besimin, por duke humbur edhe njerëzillëkun, e madje duke humbur edhe koncentrimin e tyre për jetë, edhe ambicin e tyre për jetë. Ne sot kemi nevojë të madhe që këtë mëshirë ta shfaqim ndaj bashkëshortëve tona, pra bashkëshortë ndaj bashkëshortëve kështu me radhë, ndaj fëmijëve tanë, ndaj të afërve tanë. O njerëz, veproni me këtë mëshirë ndaj tjerëve, sepse sot njerëzit po fundosen në humnera të ndryshme, qofshin ato humnera të besimit, qofshin ato humnera të gjunaheve, qofshin ato humnera të devijimeve, të shkatrimeve të shumta, ku janë njerëzit e mëshirshëm që t'i nxjerrin këta njerëz nga kjo gjendje. Nëse qeni ka pas nevojë për ujë dhe ky i ka ofruar, sot njerëzit kanë nevojë për diçka shumë më të madhe. Dhe ato që ne sot shpesh herë i neglizhojmë dhe nuk veprojmë me mëshirën tonë kur i shohim duke u fundos ata në keqkuptime ndaj fesë, në keqkuptime ndaj besimit, në devijime të shumta, në humnera të shumta. Nevoja jonë për me e shfaq mëshirën tonë ndaj tyre shumë më e madhe. E sigurisht se nëse për ujë është fal ai njeri, imagjino se çfarë ban Allahu subhanahu wa taala ai i cili ofron dikujt besim të pastër në temperaturat e nxehta të mosbesimit që sot janë përhap, ai i cili ofron dikujt moral në kohën e përhapjes së mëdha të fesatit, ai i cili ofron sot dikujt udhëzim në kohën e devijimeve të mëdha, padyshim se shpërblimi për ta është shumë i madh. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, thot besimtari i mëshirshëm ndaj krijesave
thot bëhuni besimtar të mshirshëm ndaj krijesave, sepse të tillët thot janë ata të cilët e kanë gjetë veten e tyre, por e kanë gjetë qetësinë e zemrave tyre, e kanë gjetë lidhshmërinë e tyre me Allahun subhanahu wa taala, e kjo pastaj tregon pozitën e tyre dhe gjendjen e tyre tek Allahu xhalla shanuhu. Allahu subhanahu wa taala na mëson se të kemi zemrat tona të pastërta. Zemrat tona të jenë të lehta me Allahun subhanahu wa taala, e gjuha e komunikimit të këtyre zemrave të jetë mëshira, të jetë butësia, të jetë dëmshuria ndaj të tjerëve. Zemrat e tilla e kanë fitu pozitën tek Zoti, e kanë fitu faljen, e kanë fitu mëshirën e tij dhe e kanë fitu gradat e mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhalla shanuhu na i baft zemrat tona të buta, e gjuha e komunikimit të këtyre zemrave të buta ndaj tjerëve të është mëshira në të folurit tonë, në veprimet tona, në sjelljet tona, në dashamirësinë tonë, në mendimin e mirë për tjetrin, në ndihmën që ja ofrojmë tjerëve. E të tilla Allahu subhanahu wa taala i vlerësov pasaj ditën kur dalim para tij. Allahu na baft shembuj të mirë, ashtu që jemi bartës të vërtetës, të jemi edhe bartësit e modeleve të mira dhe shëmbëltyr për njerëzit. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhalla shanu na mundësoj që të merremi me zemrën tonë e të kontrollojmë mëshirën tonë ndaj tjerëve si tregues i gjendjes së zemrave tona.